komisionit zgjedhor të Absolutisht nuk pres asnjë gjë ndryshe prej herave të tjera. Sepse nuk mund të ketë ndryshime nëse nuk ka ndryshim të reformave. Ne nuk po shohim që ka ndryshim të reformave. Besa nuk po shohim as qasje serioze për me ndryshu diçka. Si shihet nuk ka kurfar urgjence, ne po vim këtu çdo 48 orë, është absurde. Unë kam shujt një ditë edhe e turpshme, me thonë të drejtën, sepse kjo kështu para qytetarëve edhe neve po na bën me undi shumë keq. Të paktën këtu seanca 48 orë janë me rregullore. Absolutisht. Dirna dhe vetë deputetët e kanë marrë dhe kanë hartuar të rregullore çdo 48 orë. Ideja e këtyre seancave 48 orë është me i bë presion të gjithëve partive politike në mënyrë që me dalë prej situatave të ndërçit politik. Por po shihet që këto seanca 48 orë nuk po e japin një rezultat të tillë. Andaj ne kërkojmë qasje serioze në daljen nga ngërshi politike. Qasja serioze nën kupton komunikim. Komunikimi i partisë të parë që i ka fituar zgjedhjet me të tjerët në mënyrë që me dalë prej ngërshit. Partia ka ftuar. Ne presim që me ftuar të tjerët. Ne të vazhdojmë me të tjerët, ne e kemi refuzuar. Ne dëshirojmë me qëndruar në pozicionin tonë, sepse ekziston një hendek shumë i madh në mes të LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosur, të cilin hendek e kemi shpjeguar shumë herë me radhë. Dhe ne nuk edhe partitë në çfarë forme kanë komunikimin nëse jo kështu. Jo, komunikimin e të bëhet me të tjerët. Po dhe të tjerët po thonë njëjtën gjë që kanë hendek të madh me lëvizjen vetëvendosur. Ta shohim si do të lëvizim tutje. Faleminderit shumë.